rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Tema radhës vëllezër, siç e përmendëm në mbyllje të mësimit të kaluar, është at-tarhib men taraka sunna min tarki sunna wa irtikab al-bid'a wal ahwa. Kërcënimi për atë që e lë sunnetin dhe vepron bidatet e ndjek dëshirat, egoizmat e tij. Pra, e vini re, vëllezër, apo le të kujtojmë tu renditjen e temave dhe njohja e renditjes së temave nga ana e dietarëve është shumë e rëndësishme. Fillimisht autori, El-Hafidh El-Mundhiriu, Allahu mëshiroft, filloi me temën e ikhlasit, sinqeritetit. Kjo ishte tema e parë. Dhe përmendëm se zgjodhi këtë gjë, sepse sinqeriteti është aja e çdo pune. Dhe pas sinqeritet, Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon asnjë vepër sado e madhe mund të duket ajo. Më pas përmendi vlerën e sinqeritetit, shpërblimin për sinqeritetin në adhurimin e Allahut, në veprat e mira, dhe më pas përmendi atë që dëmton sinqeritetin në një temë tjetër të veçantë që ishte riaja, syefajësia. Dhe pas kësaj autori përmendi, dhe ky është kushti i parë për pranimin e veprës të mirë, sinqeriteti me Allahun. Dhe për qenë sinqeriteti sa më plot, muslimani duhet njohë të kundërtën e tij, dhe që ishte riaja, syefajësia. Më pas përmendi kushtin e dytë për të pranuar vepra e mirë, dhe që është sunneti i profetit alayhis salatu wassalam. Pra të adhurosh Allahun në atë mënyrë që ai e ligjësoi nëpërmjet të dërguarit e tij alayhis salatu wassalam. Foli autori për vlerën e sunnetit, rëndësinë e sunnetit dhe shpërblimin. Dhe tani na jep neve të kundërtën e sunnetit, dhe që është bidati. Dietarët kanë dhënë përkufizime të ndryshme për bidatin. Dhe të gjitha përkufizimet, bidati dënohet dhe është nga gjunahet e mëdha. Saqë dietarët thonë la tobe lil mubtadi', nuk ka pendim për bidatçiun. Pse? Sepse bidatçiu, bidatin e tij nuk e sheh si vepër të keqe. Mendon se po bën mirë dhe nuk gjen të vetja e tij arsye pse duhet pendohet apo pse duhet ta lërë atë gjë. Prandaj thon dietarët nuk ka pendim për bidatçiun. Jo se ai po të pendohet nuk i pranohet ai pendimi, i pranohet pendimi. Pranimi pranohet edhe nga shirku. E jo më për gjuna që janë nën shirk. Kështu që nga përkufizimet që kanë dhënë dietarët është edhe përkufizimi El-Hafidh Ibn Rajab, Allahu mëshiroft, i cili ka lindur në vitin 736 dhe ka vdekur në vitin 795 të Hijrit në Bagdad, dhe është ndër dietarët më të mëdhenj të mëdhëbit Hambeli, Ibn Rajab. Por kur themi Hambeli nuk kemi për qëllim këtu se ky dietar i përket vetëm këtij mëdhëbi, jo. Jo vetëm ky, për gjithë dietarët e mirë të mëdhëbeve të tjerë i përkasin tër umetit, me diturinë që ata kanë lënë. Ka dhënë një përkufizim që përmban 3 shtylla të rëndësishme të bidatit. Tefhamuni qalilin. Çdo kush që shpik, Allah e shpërblet, ata nuk e kuptojnë shqipen, dhe megjithatë rrinë në mësim. Çfarë duhet mendojmë ne për vetët tona? Qultu lahum annakum lan tafhamun albaniya ma hadha tajlisuna tastafiduna min majalis dhikr. Alhamdulillah. Allah e fatkum. Thot Ibn Rajab, Allah më shëroft, çdo kush që shpik diçka të re dhe ja atribuon atë fesë, ndërkohë që ai nuk ka ndonjë bazë në fe ku mund të mbështetet, është devijim dhe feja është e pastër prej saj.
Çdo kush që shpik diçka të re dhe ja atribuon atë fesë. 2. Ndërkohë që ajo nuk ka ndonjë bazë në fe. Pra në këtë përkufizim të bidatit, Ibn Rajab, Allahu mëshiroft, na sjell neve 3 shtyllat e bidatit, apo ajo që dallon bidatin nga shpikje të tjera, por që nuk konsiderohen bidat, por gjunafe. Shpitjet e tjera që nuk janë bidat, por gjunafe. E parë thot shpitje e re, pra një adhurim që nuk ka qenë në kohën e profetit alayhis salatu wassalam. Është gjetë ose ka qenë prezente hapësira, mundësia për ta bërë profeti alayhis salatu wassalam dhe nuk e ka bërë. Gjë që tregon se mosbërja është më e mirë se bërja e saj. Përndryshe do e bënte profeti alayhis salatu wassalam. Dhe është bërë më vonë. Kjo është shpitje e re. Dhe i atribuohet fesë, pra i mvishet fesë, ndërkohë që s'është prej fesë. Dhe ky kriter është i rëndësishëm. Pse? Për shembull, festimi i ditëlindjeve, sipas fjalës më të saktë të dietarëve, është haram. Por askush nuk thotë për bëj ditëlindjen se është prej fesë. Apo jo? Pra është një festë që është haram, por që nuk ka lënë në bidat, sepse nuk i atribuohet fesë. Ama po ti mvishet fesë, atëherë ka lënë në bidat. E treta, dhe nuk ka bazë, nuk ka argument, apo bazë që dëshmon për të. Dhe gjithmonë pra asnjë bidat nuk do të gjesh bazë dhe argument në fe. Përkundrazi do të gjesh të kundërtën, që arrozon dhe hedh poshtë atë. Pra, ky përkufizim i jep këto 3 kritere që të ndihmojnë të dallosh, të kuptosh cili është bidati, por edhe të dallosh bidatin nga zakoni. Siç ishte rasti i ditëlindjeve, për një person, për një shoqëri mund të jetë zakon ta bëj. Por për aq sa nuk ja atribuojnë fesë, nuk ja mveshin fesë, nuk e quajnë prej fesë, mbetet haram, por jo bidat. Mbetet haram, por jo bidat. Kjo sipas fjalës më të saktë të dietarëve në lidhje me këtë çështje. Dhe dietarët kanë thënë se bidati është disa llojesh dhe japin një ndarje. Bidate që në origjinë, bidat çfarë thamë, shpitje, bid'a, shpitje, Emri Allahut subhanahu wa taala bedi'us samawati wal ard, shpitësi i qiejve dhe i tokës. Edhe tu bëjmë fjalë për risit në fe, nuk bëjmë fjalë për risit në teknologji apo në jetën e njerëzve që kanë të bëjnë me dynjan e tyre e tjerë. Ja, por bëjmë fjalë për bidat e risi në fe. Thot bidat në origjinë, pra që nuk ekziston fare, siç është rasti me vludit. Nuk ekziston, nuk ka. Profeti alayhis salatu wasallam i kishte të gjitha mundësitë ta bënte, i kishte të gjitha mundësitë ta këshillonte dhe as nuk e këshilloi dhe as nuk e bëri. Por çdo sahabët e tij, Abu Bekri, Umar, Uthmani, Aliu radhiyallahu ta'ala anhum dhe tabiinët, selefët e tjerë me radhë. Dhe të parë që përmenden që kanë shpirt me vludin janë Ubediyunët, Fatimiyut, alladhina hakamu Misr. Arifu? Pra që kanë drejtuar Egjiptin një kohë. Dhe ata ishin rafida, ishin pjesë e rafidave. Shpirin me vludin e profetit alayhis salam, pastaj shpirin me vludin edhe për udhëheqësit e tyre. Dhe ose për shembull interpretimi i gabuar i emrave dhe cilësive të Allahut. Që nuk ka qenë në origjinë, nuk ka qenë kohën e selefëve. Profetit alayhis salam, sahabët i tabiinëve dhe brezit pas tabiinëve. Pra këto që në origjinë, pra diçka që s'ka ekzistuar fare. Dhe e bën më të qartë këtë lloji i dytë i bidatit, që është bidat që ka bazë në fe, pra ka origjinën në fe, por i mvishet atij diçka. Për shembull,
Akika ka bazë në fe? Ka. Vjen në sunetin e profetit alayhi salatu selam për akikan, 2 për djalin, 1 për vajzën. Dhe dikush thot, ka qenë gjunafqar apo i pa udhëzu. Ose i la gjunafet, u përmirësu, bëj devotshëm, ose hyri në islam, edhe dëgjoi për të gjë dhe tha, do bëj akika, tha. Për veten tha sepse është sikur të kem lindur nga e para. Kjo gjendje e ime janë ndryshme, është sikur të kem lindur nga e para. Dhe të bëj akika, thot. Kjo është bidat. Pse? Jo sa akika është bidat, por në momentin që ti për akika bërë një sebeb që nuk ka bazë në fe, atëherë kaloj në bidat. Akika ka origjinë në fe? Ka. Pse u bë bidat? Sepse ju mvesh një sebeb, një rast, një shkak, që nuk ka bazë në fe. Sahabët udhëzoheshin, të tjerë kaloshin nga selefët, nga gjendja e gjunafit në devotshmëri. Dhe asur e kanë thënë dietarë diçka të tillë. Dhe asur është qenë në përputhje me sunetin e profetit alayhi salatu selam, por mjafton pendimi, bërtisja e gjunafit dhe kthimi tek Allahu. Dhe jo bërja e një adhurimi jo në vendin e tij, jo në rastin e tij. Kjo kalon në bidat. Ose për shembull dikush namazi i natës ka bazë në fe? Ka. Si në Kur'an dhe në Sunnet. Por dikush e posaçëron vetëm në natën e ditës së xuma. Fal namaz vetëm natën e ditës së xuma. Natë xuma e thot, dita xuma, dita më e mirë, kështu që edhe natën do ta bëj natën më të mirë të javës, thot, me anë namazit. A i pranohet apo jo? Jo, nuk i pranohet. Do të dikush pse, vepër të mirë po bën. Vepër të mirë. Por në momentin që e posaçëroj, apo e kushtozoj, apo e përkufizoj, vetëm në një rast, vetëm në një kohë, kalon në bidat. Kalon në bidat. Ama nëse qëlloj që i doli gjumi për natë xumaje dhe u fal pa një nijet të tillë që mi që është natë xumaje, atëherë nuk ka problem. Nuk ka problem, sepse kjo është diçka e rastësishme dhe jo e posaçëruar nga ana e tij. Është e qartë inshallah për të kuptuar, ky lloj shëllimi na ndihmon të kuptojmë bidatin pak më gjerë për ta dalluar. Sepse ka disa të cilët kur i thu, o vëlla, mos e bëj të gjë se është bidat, thotë se unë niyetin e kam të mirë, po s'mjafton vetëm niyeti. Duhet edhe pasimi. Dhe niyet më të mirë se profeti alayhi salatu selam nuk keti. Niyet më të mirë se sahabët e dërguimit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk keti, kështu që lërë edhe niyetin e mirë, arsyetimin, justifikimin. E kam zemrën e pastër. Apo kur dikush bën një gjunaf të rëndë në fe, një shkelje, thënë më mirë të rëndë në fe, dhe kjo më ka rastësisë me një person që bën shkelje të rënda në fe, edhe aktualisht i bën akoma, Allahu zoft. Po sepse unë jetën kam pasur, pse unë duhet të hyj zjarr me këtë punë? S'është argument kjo. Se nuk është vetëm niyeti, është edhe pasimi i sunetit profetit alayhi salatu wasallam. Është edhe pasimi i rregullave të fesë. A është kjo vepër në përputhje me fenë apo jo? Dhe cila autori Allahu mëshiroft hadithin e njohur të Aishës radhiyallahu ta'ala anha, ku i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Ai që vepron shpik në çështjen tonë, pra në fenë tonë, diçka që nuk është e saj, fa huwa radd, është refuzuar. Dhe kur është e refuzuar, çfarë do të thotë? E pa pranuar, e pa shpërblyme. Por, jo vetëm që nuk merr shpërblim, por merr dhe gjunaf. Pra subhanallahu, ai mendon se po bën mirë, mendon se po merr sevape, por merr gjunafe. Siç bëjnë për shembull disa asketët sufistët, me ata asketizmin e tyre të çuditshëm, që izolohen me ditë tana në një vend, në një dhomë, dhe kanë disa të spitë më dhaja, kështu, që unë i kam pa vetë ato dhomat e tyre aty ku kam rastis,
edhe rrinë aty 40 ditë, pa dalë fare, dhe bëjnë vetëm dhikër e meditim në ato format e tyre me të tesbih. Gjithë ato janë mundim, izolim. Është izolim. Pra ato mendojnë se po bëjnë mirë, bëjnë të sakrificë. Kur vjen puna, mbushen me gjunafe. Jo vetëm shpërblim që nuk marrin, por mbushen edhe me gjunafe. Ky hadith vëllezër është çekiç mbi bidatçint. Sepse qartë dhe me par fjalë profeti alayhi salatu wasallam tha dhe e hodhi poshtë çdo pretendim për të pranuar bidatin apo për të justifikuar bidatin. Tha kush shpik fi emrina në çështjen tonë, fen tonë, ma laysa minhu, që nuk është prej saj, fa huwa rad, është refuzuar. Është çështje e re? Po, çfarë emri ka bidat? Cili është gjykimi? E refuzuar. Mbaroi, çështja është e thjeshtë. Çështja është e thjeshtë. Dhe ai që e thjeshtësoi dhe i vuri verdiktin është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Pasoni, mos shpikni, mos bëni bidate, sepse u mjaftot. Pra, feja u qartësu, el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot përsusat për fen tuaj. Profeti alayhi salatu wasalam doroi edhe suneti i tij, mbeti ai që është dhe u vulos. U kufizua, ndartu deri këtu, nuk ka më shtesa, heqe e tjerë. Atëherë cila është detyra jonë, e të mëvonshmëve, detyra jonë? Ittabi'u, pasimi. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Pasoni atë që ju është zbritur nga Zoti juaj. Këtë na bani Allahu detyrë. Nuk na bani Allahu detyrë të shpikim diçka në fe. Por na bëri detyrë ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Atë që ju zbrit juve nga Zoti juaj dhe ajo që na u zbrit ne përveç Kur'anit është edhe sunneti. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dhe ai nuk flet nga mendja e tij, por shpallje që i vinë. Feja është shumë e qartë, feja është shumë e thjeshtë. Por kush e vështirësoi fen, si në interpretim, si në kuptim, kush e vështirësoi? Pikërisht bidatet. Pikërisht bidatet, njerëz që ardhen me ilmul kalam, kelamis që quhen, me felsefe, filozofi të ndryshme, edhe i futën në fen, e interpretimin e fesë dhe bën fen, kuptimin e thjeshtë të fesë e vështirësuan. I futën muslimanët në shubuhate, në dyshime, duke bërë të paqartë fen, shumë prej tyre. Ndërkohë që taraktukum ala mahjatin bayda, lejluha ka naharuha, la yazighu anha illa halik. Ju lash juve në një qartësi, në një çështje të qartë, ku dhe nata është si dita. Pra nuk ka në fe një anë, një aspekt që ti i paqartë, ti i errët, siç është nata e errët ku nuk sheh. Çdo gjë është e qartë. Dhe nuk devijon prej saj vetë ai që është i shtatrum. Vetë ai që është i shtatrum. Prandaj e kanë thënë dietarët, sunna safinatu Nuh, sunneti është anija e Nuhut. Pra është si anija e Nuhut. Men rakibaha naja, kush hyn në të, shpëtoi. Hyn te nga populli i Nuhut, kush hyn? Nuhu dhe pak nga ata që ishin besuar. Djali i tij dhe të tjerë refuzuan. Dhe u mbytën. Prandaj kush ka për sunnetin, naja, shpëtoi. Njëri ai që hypi te anija e Nuhut, dhe ai që refuzoi të hypi te anija e Nuhut, ai që refuzoi sunnetin e profetit alayhi salatu wasallam, dhe refuzimi nuk është thjesht tamosh, por edhe kur ndjek rrugë të tjera, kur bën bidate. Atëherë ai dështoi. Dështoi dhe u shkatërrua. Prandaj vëllezër, ky hadith është shumë i rëndësishëm. Ta mbajmë mend këtë hadith. Ai që shpik në fen ton diçka që nuk është prej saj, fa huwa rad, është refuzuar. Është refuzuar. Sa ai mund të jetë shumë i sinqert, por mjafton që është bidat, nuk ka bazë në fe dhe e refuzuar. Elusim Allah subhanahu wa taala na japi neve sinqeritet në fenë e tij, pasim
të sunetit të dërguarit e tij alayhi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.